për institucionet shtetërore dhe për vetë shtetin dhe shtetarët e Kosovës është alarmante, sepse duhet të ngritet çështja edhe në nivele qendrore dhe në nivele lokale, të ndërtohet një strategji dhe të zbulohen elementet çka i shtyn qytetarët e Kosovës që mjetin e fundit të zgjedhin vrasjen në një personi në vend që të lajmojnë institucionet shtetërore. Ka qenë shumë e rëndë vrasja edhe në Klin, madje vrasja në Majas Podujevës jashtëzakonisht e rëndë sepse humben jetën 3 persona. Dhe këto tregojnë dështimin e hallkave shtetërore, duke filluar nga niveli qendror, që janë Ministritë përkatëse, të ngritja e nivelit të arsimoreve dijes, Ministria e Arsimit, të çështjet e gjykimeve e drejtësisë, Ministria e Drejtësisë, të çështja e intervenimeve, Ministria e Punëve të Brendshme, policia dhe kështu me radhë deri te niveli lokal dhe bashkitë lokale. Kjo nuk mund të lidhet me traditën e shqiptarëve, sepse tradita e shqiptarëve në të kalore nuk ka qenë më vrau personat, sidomos nëse flasëm për çështje pasurore vëllezërit mes veti, nuk ka qenë traditë që të vritet njeriu edhe hasme, nëse flasëm me zhargonin popullor kur ka ardhur te dera, nuk është vrau, edhe kjo është një traditë e krijuar pas lufte. Ndryshon tash edhe mënyra e vrasjes para lufte, përderisa para lufte edhe në për shkenca penale kur është studiuar në kriminalistikën e Jugosllavisë, vrasja në Kosovë zakonisht kanë qenë në pjesën e përparme, tash është në gjitha pjesët. Tash vrasja nuk e zgjedh ku e godet viktimen. Dhe kjo çka tregon tani? Tash tregon që në vrasjen në Kosovë nuk ndryshojnë pe formave dhe vrasjeve në vende tjera. Vrasja nuk orientohet në pjesën ballore siç ka qenë tradita e shqiptarëve. Tash tregon që institucionet shtetërore do të gjejnë strategji për të penguar vrasjet e tilla, sepse në Kosovë është një fenomen që po ndodh në vende të tjera. Ndodhi para 7 ditëve apo më pak kohë vrasja në Klin dhe menjëherë vrasje 3 fesh, duke përfshirë edhe veten në Majas Podujevës. Dhe këto sikur po e trimrojnë regionin prej regionin, duke gjenë menjëherë në lap dhe pastaj shpresojmë inshallah nuk ndodhë edhe në vende tjera, mirë po janë të përsërit. Nuk mund të themi që numri i vrasjeve është zvogëluar siç pretendohet, sepse në bazë të mjeteve të informimit, vrasje të tilla të qytetarëve që në fakt nuk do të kishin as armë, nuk ndodhin këtë formë në Serbi, nuk ndodhin në Malzi, në Maqedoni. Po këto lloj vrasjesh po ndodhin në Kosovë dhe në Shqipëri, vetëm ka është kumbi shqiptar. Mirë, po numri i madh i armëve është pothuajse në çdo familje këto. Edhe problemi është që institucionet e drejtësisë, institucionet e hetësisë nuk paraqesin shumë rrjetet që shesin armë, sepse nuk mund mbledhen armë individuale pa u stopu shitësit e tyre. Dhe nuk do të harruar faktin se Kosova është në mes Serbisë dhe Shqipërisë, 2 vende që kanë numër të madh të armatimit. Serbia ka dhe fabrika dhe ka shumë shtesë të armëve. Është shumë e lehtë me siguru në Kosovë armë. Madje kur i pyesëm miturit, kur i pyesëm ku ke ble armë, ata thonë ku duhesh e gjon Prishtinë armën, ose në Mitrovic, ose në Gjilan. Nuk ka pas asnjë person që ka thonë kom hjek me gjetë armë. Mrena dite, mrena ore gjojnë armë. Dhe tash Pra, se si qytetar mund të arrijë shumë lehtë të një armë është problemi në Prishtinë, në Kosovë. Në Kosovë, në përgjithësi në gjitha komunat e Kosovës. Tash, nëse qytetari që nuk ka asnjë njohuri për armë, arrin që ta sigurojë armën mrena dite, është befasi se është e mundshme që institucionet e hetësisë mos i zbulojnë ata shitës të armëve dhe të ketë kaq pak grupe të organizuara të akuzuar për shitjen e armëve. Ka qenë problemet të njëjta ka pasur me vepra të tjera penale, mirë po u zbuluan, për shembull rastet e rasti Brezovica, prokuria e Ferizajit, rasti Prizren i Fajreve. Gjitha kur po ka vullnet të prokurorëve dhe mënyrë individuale, të kryeprokurorëve ose të prokurorëve individual, po ka aksione që munden me lëviz në këtë drejtim. Unë besoj që tash është edhe ky alarm do të jetë ose alarmi i fundit që të veprohet në këtë drejtim dhe të zbulohen ata që bien në mënyrë të organizuar armë dhe i shpërndajnë të qytetarët. 24 orë do të merret urni nga prokurori, nga gjyqtari në mënyrë retroaktive, këta harrojnë, pastaj e përzihen me
nenin tjetër që është 7 ditë që apet urdhri për kontrollat të rregullta. Zakonisht urdhri retroaktiv është parimi nxënje në krye të veprës penale, po e them shqip, sikur që ka qenë është rasti të vrasjet, të drogat, pothuajse të gjitha veprat, kur nxënet kryesin në krye të veprës penale, nuk mund policia të vendohet derisa ta marrë urdhrin e gjyqtarit procedurës parapake, por do të arrestoj individin, të kontrolloj banesat, të kontrolloj makinat dhe pastaj prokurorin për 24 orë ta marrë urdhrin retroaktiv nga ana e gjykatës. Ka shkeljet natyrave të tilla që në proces gjyqësor pastaj është detyrimisht me dështru prokurorin, mirë po këto ndodhin në gjithë botën. Qa ka lëshime të marrja provave në fillim kur ndodh vepra penale. Provat që merren fillim mrena ore, pa ndërhy, pa i prek persona tjera, gzhojat, vrimat, me fotografu, gjumt e gjakut, dhe gjitha këto që merren në teren, ato nëse merren në orët e para nga ana e njësive hetuese, janë provat që është e zëshme të rëzohen.